Kënaqësi është kur e shikoj këtë katalogun e kuqja shqiptare vërtet. Një gjë tjetër të bukur që ka pash në ekran e pash fotografinë që ma dhuruat ju. Kjo është një ndër dhuratat më të bukura që kam marrë në jetën time. Kënaqësia ime është sot në Rakiel Community TV, në Noni Show Noni TV, të kam prezencën e 2 artisteve tona shqiptare që kanë ardhur të promovojnë e kuqen shqiptare. Në ndërta është Linda Lupi edhe Anilën e kemi. Do t'jem shumë kureshtar. Rrugtimi i juaj këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kënaqësia jonë që u promovu kjo galeri e bukur në një vend shumë të bukur. E atë do t'a lë ty ta thuash ti vet. Noli, në radhë parë ju përshëndes dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për ftesën edhe për këtë mikpritje kaq të ngrohtë që na bëni në Rocky Community Television. Është në fakt një hapësirë shumë e çmuar televizive ku ne mund të përcjellim në Shqip, në mes të Amerikës, pikërisht mesazhin atë çfarë kemi dashur të themi dhe ditën e ekspozitës, e cila është zhvilluar në Selin historike në rezidencën e bashkisë. Edhe pikërisht ku prezent ishte dhe kryetari aktual i bashkisë zoti Eric Adams. Edhe një që e bukur doti aty, ju e dhuruat një pikturë për te? Në fakt po, duke qenë se jemi në prizmën e dhuratave, po, është e vërtet, ishte një emocion realisht shumë i madh të isha prezent, të realizoja një ëndrrën time, e cila me ekspozitën e kuqja pikërisht në nëntorin e kuq të ishte kjo datë simbolike. Edhe më pas, sigurisht një dhurat ku Justiniani i Kodit Civil ju bë dhurat edhe zotit Eric Adams, kryetarit bashkisë New Yorkut aktual, i cili realisht e vlerësoi shumë, ashtu siç kundër është edhe vlerësues ndaj të gjitha atletarëve tanë. Atëherë pash një gjë të bukur kur hyr këto dhe atë dashurinë e artit interior që e ke, fillove edhe reagove. Është kënaqësia jonë që të kemi sot këtu, të jesh së bashku me mua, të falenderoj shumë për angazhimin edhe suportin e Linda Lupit. Kjo është një mrekulli e madhe, të mësh një rrugë për sa ka qenë duket për 3 ditë, vetëm aeroplanit edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Goxha, kontinent tjetër. Kështu jemi ne artistët që nuk është se e marrim jetën lehtë, po i marrim gjërat shumë seriozisht dhe punojmë me shumë dashuri. Edhe kjo dashuri që japim tek arti, kjo dashuri që dha Linda, mikesha ime në këtë ekspozit, duke i qartë që nga tematika, kompozimet, tematika, duke i qartë në sytë e të gjithve, të dashësve, që duan arti, që duan historinë, sepse bashkë me ekspozitën, aty ishte histori. Pra ne duhet kthejmë kokën pas për të parë rënjët nga kemi ardhur edhe për të vazhduar me tej. Duhet kthejmë ku kemi qenë dhe ku jemi dhe ku do shkojmë. Është kontributi gjithë shqiptarëve, qoftë kjo edhe jona që kemi ardhur këtu prezent, për të dhënë një simbol të paqes, të dashurisë, të artit, të lidhim njerëzit nëpërmjet artit dhe kulturës. Linda, do t'ju pyes tani për tani se sa ka qenë ajo angazhimi yt, kaq i shkurt, si erdhi tu me u realizu ky plan programi juaj dhe ju jeni për herë të parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Për herë të parë në New York. Në New York kam marrë disa herë, po New Yorku ishte për herë të parë për mua. Mikpritja si ishte për juve ajo ngrohtësia e njerëzve? Ju më duket se keni vizituar sot edhe Vatrën, keni vizituar do institucione shumë të mira këto në Amerikë. Na trego pak. Atëherë unë do ta filloja që në Gjenes, ka qenë një ëndër e imja që të kisha një ekspozit personale pikërisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po gjërat Noli ndodhin atëherë kur janë të shkruara, e thot populli, edhe pikërisht atëherë kur puqet ylli edhe kur do universi vet që gjërat të bëhen më së miri bashk. Një ëndër e cila me kam manifestuar, e kam dashur, por jo vetëm sepse edhe kam punuar për të, janë punime cikli i pikturave e kuqa, është realizuar për gjatë 3 viteve, ka edhe pikturat të cilat kanë ardhur në periudhën e karantinës, duke prekur këtu eksodin e Kosovës, një ngjarje historike, duke prekur këtu etërit e kombit, një pikturë tjetër që bënte bashkë 4 figura të njohura shqiptare, si Ademia Shari, Sa Boletini, Skënderbeu, Ismail Qemali, figura që kudo që shkojmë ne i përmendim edhe i njohin se kjo është historia jonë.
por gjithashtu edhe himni i flamurit i sjell në një mënyrë moderne dhe piktura të tjera si Papa Klement Albani me origjinë shqiptare, origjinë ilire, Justiniani i cili u dhurua edhe kryetarit të bashkisë në simbolikën e urtësisë dhe drejtësisë. Kështu që ishin këto një cikël pikturash të cilat unë vendosa ti ekspozoj në rezidencën e bashkisë të New Yorkut, ku më pas të mblidheshim midis shqiptarëve në Albanian Diaspora Night, një natë eksakt e madhe diasporës. E madhe e diasporës, ku ishin mbledhur figura të shquara, të njohura, ku anë mban botës prezantojnë dhe përfaqësojnë Shqipërinë me arte, talentet dhe kontributet e tyre. Sigurisht që një ftesë e veçantë dhe propozim më erdhi nga ambasada shqiptare, nga ambasadori ynë i vendit zoti Ervin Bushati, që më pas ishte edhe një ftesë e organizimit që vetë Bashkia e New Yorkut realizoi në këtë rezidencë historike. Kështu që doja t'i falenderoja në mënyrë të veçantë edhe zotin Ervin Bushati, ambasadën dhe stafin e tij, sepse absolutisht që është një staf i tërë që organizon. Le të shkojmë pak në qendrën Vata, një federatë e cila bën bashk shqiptar prej vitesh në një sofër të ngrohtë shqiptari, aty ku me mikpritjen e tyre absolutisht që japin vëmendjen maksimale dhe fokusin kryesor duke hedhur dritë në tematika të rëndësishme. Gjithmonë shqiptarët kur shkojnë tek Vatra përfundojnë. Sa në thua ti, Nila? Në fakt shumë breslënse, në fakt ishte edhe te Vatra, siç tha dhe Mikesha ime. Ndjem si në shtëpi, në ngrohtësi, aty duke ecur tek shikoje nëpërmjet historisë, nëpërmjet personazheve të rëndësishëm artistik, politik, të fushave të ndryshme, ti kupton që është një karvan i gjatë, një udhtim i gjatë i të gjithë shqiptarëve dhe ku bashkohen të gjithë së bashku për të forcuar si një trup i vetëm dhe për të ecur përpara. Është gjë shumë e bukur kjo dhe për të pasuar tek fëmijët e tyre, për të ruajtur kulturat, traditat. Është shumë e rëndësishme vërtet. Unë e kam jetuar jashtë dhe e di se çfarë do të thotë të qëndrosh në rrënjët e tua, në bazën e tënde. Është shumë e rëndësishme të përshtatesh, të ecësh përpara, ashtu siç kanë bërë të gjithë emigrantët shqiptarët që po kontribuojnë në ekonomi, në art, në fusha të ndryshme, në sport. Kështu që mendoj që jemi tamam në rrugën e duhur edhe është gjë shumë e bukur kur të gjithë qëndrojmë bashkë. Nila, do të them një gjë, mbështetja jote artistike që ban për televizionin tonë, për Rock Hill Community TV, për Noli TV, për TV Albin, që mbështet me artistat të shquar, me qenë se ju jeni një personalitet që njihni shumë njerëz, dhe të falenderojmë shumë që ju jep hapësirë atyre që të na kontaktojnë, t'i kemë dhe të tregojmë rrugtimin artistik të tyre. Unë kisha pas dëshirë pak me tregu, ju me na tregu pak për profesionin e juaj, me qenë se ajo interior, edhe piktore, edhe diçka po më duket shumë e bukur. Pak i thuaj. Arsyeja që njohim shumë artist, të dyja, unë dhe Linda, është sepse ne kemi bashkëpunuar, kemi punuar me to në fusha të ndryshme. Unë në fakt në Shqipëri kam studiuar ekonomik, kam shumë vite që kam punuar art, jam që 5 vjet që kam pikturuar, jam piktore prej 35 vitesh, kam studiuar në Kanada, në Toronto, në RCC Institute of Technology of Art, interior designer, kështu që merrem me art, kohën time të lirë më së shumti e merr me piktura, kemi marrë shumë pjesë në shumë simpozium së bashku me Lindën, aty jemi njohur edhe në fusha të ndryshme, kemi njohur më shumë njëra tjetrën, përqasim artin e njëra tjetrës, këshillojmë njëra tjetrën, është gjë e bukur sepse jo vetëm që njihesh me artist, por që ndihmojmë njëra tjetrën, të tjerët njihemi, pra arti të bashkon puna, bashkon dhe e njeh edhe njerëzit në fund të ditës. Ja pse ne jemi këtu të pandara, duke ndihmuar njëra tjetrën ose më saktë duke mbështetur njëra tjetrën. Edhe ju po ndihmoni dhe po mbështetni shumë artistë mbarkombëtar. E kjo është një vlerësim që po ja themi këtu live dhe për ju. Me lejo të lutem Nol, vetëm pak t'i bashkohem edhe në vijshmëritë asaj çfarë tha Anila. Është jo e zakont që artisti të mbështes artistin në mënyrë kaq të lirshme edhe pa patur ambicie, sepse fusha e artit është diçka që të gjithë luftojnë për të kapur majën.
Ndërsa ajo çfarë vlerësoj shumë është sot që kam në krah mikeshën time, Anila Hetoja, e cila ka jo vetëm një artiste shumë e talentuar në fushën e saj, por është njeri. Ka një shpirt human, është shumë brillante dhe për mua është një njeri i përkryer. Kështu që unë uroj që ashtu siç unë kam në krah Anilën sot, të gjithë uroj që të kenë një njeri po kaq human edhe kaq me shpirt artistik në krah, sepse është realisht fat. Atë do të them ambasadorëve tanë shqiptar që mos na harron, ambasada e Kosovës edhe ambasada e Shqipërisë mos t'i harrojnë artistat tanë, t'u japin mundësinë, t'u japin gjerësinë që të vinë ata të promovojnë diçka gjërat më të bukura që ne posedojmë. Edhe unë dua ta përshëndes Evin jashtë mase, edhe dua ta falenderoj që ka qenë në tankohen gjatë mbështetjes tonë. Kështu që Linda për fund kisha pas dëshirë të na tregoni planet e programet e juaja në vijem. Atëherë, patjetër që u realizua diçka, por nuk mbetet me kaq, sepse pas kësaj ekspozite, planet e mia janë që kjo ekspozitë të vijoj me një tur në vende të tjera, nëpër Europë, ndoshta jo kaq larg prapë në Amerikë, por në Europë edhe më tej, edhe patjetër që edhe në bashkëpunime të tjera, duke gjithmonë kontribuar dhe duke përkthyer në një diplomaci kulturore që me këtë kontributin tonë mund të prezantojmë jo vetëm veten, po dhe një copë shpirti shqiptari kudo që shkojmë. I see you're a very smart girl, and you're a TV host in Albania. So we want to know just a little bit because we have another 2 people who's listened to us. Okay. We have another so many people who's listening to us. Can you introduce yourself a little bit if you don't mind? Yeah, of course, in English. In English, yes. So I'm a TV host and the television Top News is the name of television, and Time of Tirana is my show. I'm a moderator there. And I'm a painter, but not at all, because I'm a lecturer at the University of New York, but in Tirana. So then we have Anila, who she lived in Canada for so long time. Now she came to visit us, and she came to support your friend. For sure, now you're in Rock Hill Community TV, where they can see so many American people, and we are very thankful to those people who's supporting us, who's bringing us to tell something a little bit our talent. Okay, perfect. So for me, it's a pleasure to be in here. I'm really excited, and thank you for having us. And I hope we're going to come back. Why not with another project with Linda again? Why not? Or with another artist. Of course. So we're going to be all together. For me to be here, it's honor actually. I'm happy, and then we hope we're going to see again. Can you tell us a little bit about your how you came to United States? Where did you put the pictures? Who gave you a presentation? Who gave you some, who you give it some, like a little bit picture? Tell us. Okay, first, the reason that I'm here is, and Nolly was my big support for me to be here. Yeah. And so I'm lucky to know you, and I'm lucky to be here with you, Nolly. Really, I appreciate your support for me, because I'm in Albania, you're here, you live here and work at this wonderful television, and you was a big support for me to be here. Anyway, many thanks for you. And I'm lucky to have you in my family. We as a television, we are as a people who work, we are, we love your talent, and then we did much as we can, not just me, the whole embassy, Kosovo embassy, Albania embassy, they want to give you support, why not? You're the greatest artist, and why not? We love to have you next time, why not? Bring more pictures to do things real. So. Maybe together with Anila. Yeah, for sure. Yes, for sure. A pleasure. Exhibition. And if we have time, just 30 seconds. Yes, go ahead. Okay. Many thanks for Rocky Hill Community Television, and for the producer, Michael O'Toole,
And so it's a honor and a privilege to be here in this, to be part on this program. So Thanks a lot. he's telling me when we talk Albanian, he said, this part I don't understand. I Okay, am hoping so- this part he'll be able to For sure, understand. yes. So thanks a lot. Thank you. Atëherë pra të nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni, në po të kam kënaqësinë dhe nderin e madh që prezantohen kultura shqiptare anë mban këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në glob. Kjo shans ose ky moment i bukur që na japin këto televizionet amerikane është kënaqësi e madhe. Mirë, bëjmë që deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.